Ka një besim të vjetër shqiptar që pak njerëz e njohin. Nëse dëgjon hapat ngadalt mbi tavan sidomos natën nuk janë gjithmonë minj. Sepse jo çdo gjë që ecën ka trup. Nata është e qetë. Shtëpia e errë. Personi shtrihet për të fjetur dhe sa po mbyll syt dëgjon një trokitje të lehtë larg. Tok tok. Ai mendon se janë minj. Pastaj vjen përsëri më ngadal më të rënë. Të këtok. Jo tingull i shpejt si kafsh, por si këmbë. Si hapat e një personi që ecën ngadal duke zvaritur diçka pas vetes. Personi ngrin, dëgjon. Hapat lëvizin ngadal mbi dhomë pastaj ndalojnë pikërisht si për krevatit të tij. Theshtje. Ai merr frym me zor. Pastaj trokitja vjen sërish, por këtë herë më e rëndë, më e thellë. Të oka. Dhe pastaj një lëvizje e gjatë si tërheqje si diçka që zvaritet mbi derasat e tavanit. Ai vendos të ngrihet, merr një shkop, del nga dhoma, ngjitet ngadal në papafingo. Çdo hap i tij është i rënd, i frikësuar. Dera e vogël e papafingos hapet me një kërcitje të gjatë. Brenda është errësirë totale. Ai ndez dritën e telefonit. Asgjë. Vetëm pluhur derasa të vjetra qetësi. Dhe papritur hapat fillojnë përsëri. Por këtë herë jo në tavan. Janë prapa tij. Brenda papafingos. Ai kthen dritën e telefonit ngadal. Drita tundet nga dridhja e dorës. Në qoshe mes errësirës ai sheh një fond të shtrembër ulur me këmbë të gjata të pazakonta. Dhe ajo lëviz kokën ngadal drejt tij. Sytë e saj nuk duken. Vetëm një zgavër e zezë që e thith dritën. Ajo ngrihet në këmbë shumë më e gjatë se një njeri. Dhe përshpërit me një zë që nuk duhet të ekzistojë. Nuk isha unë që erdha. Ishin hapat e të hërës gjuan. Ai vrapon drejt derës, por dera mbyllet vetë me një be të fortë. Drita e telefonit fiket. Dhe në errësirë dëgjohet vetëm zvaritja e zgjatur që i afrohet. Bestitnia thot. Në papafingo jetojnë gjërat që nuk duan të shihen. Por nëse hapat të ndjekin, atëherë ata duan diçka nga ti.